në administrim. Madje po e marrë një nga pyetjet fatikisht që ka bërë Zoti Maja, ka qenë fatikisht prokurorëve të SPAK-u, ka qenë që a e keni segustruar të gjitha provat, pra e keni përfunduar, po themi hetimin në kuptimin e akteve provuese. Dhe përgjigjja ka qenë kategorike jo. Pra, vazhdon hetimi është dinamik, pra vazhdon akoma, dhe nëse ne themi që intimidimi i 2 dëshmitarëve nuk është prishje prove, deklaratat e tyre janë, po themi, është një provë shumë rëndësishme që më pas do duhet të konfirmohet në proces. Në gjykat. Se ka shumë gjasa që do shkojmë një proces që do t'jetë me gjykim zakonshëm. Dhe normalisht do duhet që gjitha dëshmitarët do t'jenë, po themi, dëshmitarë të akuzës për të provuar fatikisht gjitha të deklarime që ata kanë dhënë në momentet e para hetimore. Dhe nëse ata realisht do të ndryshojnë mendim, apo do t'japin një version tjetër. Vlera ligjore është dëshmia në gjykat, jo çfarë kanë thënë në SPAK. Por ama, ajo është një indicje shumë e rëndësishme se do duhet konfirmojmë pikërisht atë. Jo, dakord,